Një person është arrestuar nga policia e Tiranës, ndërkohë një tjetër është në kërkim si të përfshirë në plagosjen e të njëjtës në afërsi të Qafkasharit, pranë mbikalimit të Rinasit. Në pranga ka rënë Josif Mena, 36 vjeç, i cili rezulton të jetë pronari i automjetit të sekuestruar në afërsi të vendit të ngjarjes nga policia, ndërsa në kërkim është shpallur i vëllai Genc Mena, 32 vjeç, i cili dyshohet se ka qelluar me armë zjarri. Në këtë konflikt ku përdor edhe pistoleta, përpasoj mbeti i plagosur me një plumb në këmbë 26 vjeçari Fabio Arifaj, i cili ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu i lënduar nga goditja me sende të forta mbeti edhe 22 vjeçari Grisjan Latifaj. Blut e Tiranës bëjnë me dije se gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e sekuestruar është gjetur një gëzhoj, ndërsa në banesën e njërit prej tyre policia sekuestroi një armë zjarri, municion luftarak dhe radio policie, si edhe sende të tjera të jashtëligjshme. Konflikti mes të plagosurve dhe autorëve të dyshuar nisi për shkaqe banale.